Shqipëri turk, e paqe për turk. Pa turk e faqja shesh, turk. Turk. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve. Qeveria shqiptare po shet tokën e Shqipërisë. Tashmë jemi dëshmitar në një procesi të vazhdueshëm që përparon pa një studim të domosdoshëm mbi ndikimin e mjedisit, pa leje dhe naturisht me bekimin e mbështetje në qeverisë shqiptare, e cila jep vetëm shpjegime mashtruese në parlament. Shkatërimet po ndodhin në zonën e mbrojtur Prish-Poronar, brenda peizazhit të mbrojtur Vjos-Nar, pjesë e deltës së lumit Vjos, që është lumi i fundit i egër në Europë. Oligark shqiptar dhe të huaj, mafios dhe falsifikator, titujsh, pronësie, zyrtar korruptuar të qeverisë dhe mediat kontrolluara janë bërë bashkë për të promovuar një narrativ tjetër që flet për investim strategjik dhe Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Vdekje totale! Shqipëria e shqiptarëve! Vdekje totale! Bravo! Gjithashtu problematike paraqitet nga instrumentalizuar minoritetin grek për këtë çështje. Vërtet ka banorë dhe bashkëpunëtorë të çajshaj kushtet kalon një grup interes. Continuojnë me rramull dhe oligarki shqiptare edhe përfundojnë dhe mafiozët që bëjnë Kryeministri Rama parakaloi në fushën e Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Eti shumë pori, për Donaldin shkon në shtëpi. 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 Kemi mbrëma. Kemi mbrëma. Jemi plot 5 muaj, jemi protest në fjoll. Zoti Edi Rama, asna ka pyet, asna llogorita jena ku gjallë, as jena ku gjallë. Por ta din mirë Edi Rama, e Sali Berisha, e gjithë hajduta që jeton në Shqipëri, se ta din mirë se tokën e rrjollit nuk e gëzon kush, vetëm rrjollit. Ashtë rrjollit e ka për të vdek. Qytetarët e rrjollit kanë me lënë kokën në rrjoll, se tokën na kanë lënë gjyshat, baballarët, nanat e tonë partot. Mos ta rrej mendjen Edi Rama se ka për ta marrë tokën e rrjollit. Edi Rama, o hajdut, hiqi dorën nga toka shqiptare Edi Rama, të ka ardita hiqi njëri më mirë, se nuk pa koshi ujë ma, shqiptarët i ka shpirti ma e të hundë shqiptarëve, do vdesin shqiptarët Edi Rama, po jo merë shpirti me dojnë tuj, por ta dish me se shqiptarëve nuk i del shpirti kullaj. Fandej shumë për jush.
Anullo projektin! Ju flas në emër të lobit shqiptar në Greqi. Dy mesazhe do t'i çoj kryeministrit. Grekët nuk janë në Tiranë, po grekët janë këtu. Në Tiranë janë votat e vendit tanë, jo për parti politike, po për drejtësi, për të mbrojtur trojet tona, vendin ton, identitetin ton, popullit ton shqiptar. Trojet tona nuk shitet dhe nuk do shitet kurrë. Thirrjet e popullit shqiptar do të vazhdojnë të jep pasqyrë për derisa drejtësia jonë të shkojë të ekzekutohet. Poshtë hajdutat, poshtë kriminalet, poshtë vjedhje masive ndaj popullit shqiptar. Lungoja, bravo! Unë jam nga Vlora. E një mirë atë zonë. Por problemi nuk është Kakomeja, Rjolli, dhe tani së fundit Zvërnesi, to janë pika e ujë që mushën gotën që u dersi. Janë problemet dhe tjera në Shqipëri. Pensionet, i pari unë për shumë që punova 30 e ca vjetë në përshatra, ora 104.000 lek pension. Që lëmë të tjera. Ai o ka pru shqiptarëve në majtë të hundës. Gjysme e ti e qeverisë të ti janë burg. Së fundit Belinda Bavuku, të cilën e mbron sepse është vetë i zhyer, është vetë bashkëpunëtor. Spaku, që është Dorotia, nuk parim të realizoj ato që ka premtuar. Ka premtuar shumë gjëra, i senator në Tiranë, në Firë dhe në Elbasan, djeksat, që ose toni të raputoni Shqip, nuk u realizuan, miliona atikën, u morën. Po ashtu, sa do esë një satelit në qiell, si krye inspektor, që të shikojnë ndërtimet pa leje. Ikën dhe ato 5 milion. Në detin e Vlorës Gjyanie, juaj ato prodhonin energi elektrike. Ka 10.000, 20.000 euro në ditë, ikën dhe ato. Por gjitha këto duhet të ngrihemi. Këto janë se bepi, duhet të ngrihemi për këto përverësit tanë që jenë atje në Shqipëri. Ai, ujgji i 14 në Francë, është e tasë se mua, edhe ai Zagar, thot shteti jamëm, dhe ai do të bëj ato që do ai, Vlora shkatroj, portit janë asaj Milbanes me 1 euro, 60 metër katror, 60 euro, ai po ndërton atje pallate, porti do prishet dhe gjithë shka ai e ka në dorë të ti. Faleminderit shumë, flas me jam një vërë. Κάτω τα χέρια από την Αλβανία! Καμία θυσία για την ολιγαρχία! Κάτω τα χέρια από την Αλβανία! Τύρανα Αθήνα, Νάρτα Καλαμάτα! Η αλληλεγγύη θα νικά για πάντα! Τύρανα Αθήνα, Νάρτα Καλαμάτα! Η αλληλεγγύη θα νικά για πάντα!
Shqipëria nuk shitet! Shqipëria është e shqiptarëve vetëm! Vetëm shqiptarët e shitin! E shitin Shqipërinë! Jo hajdutat! Post hajdutat! Post kriminalët! Post kriminalët! Hiqni dur nga pronat tona! Hiqni dur nga tokat tona! Hiqni dur nga tokat tona! Hiqni dur nga pronat tona! Hiqni dur nga tokat tona! Hiqni dur nga tokat tona! Unë do them, e jam lidhuni gatu, Lidhuni gatu, lidhuni gatu, bashkë me ne. E jam lidhuni gatu, lidhuni gatu, bashkë me ne. Mos e impono veta, mos e impono. E nuk kemi dhe në Shqipëri, që janë në rrugat, edhe janë bashkë me ne, që mos të shiten pronat tyre, edhe të bëjnë pronat tyre, bënë për turistat. Jemi bashkë. Ma homa se mazi, ima se mazi. Dhe të mëto në hona ima se poli mazi. Dhe nima se më dremis. Oli mazi. Kitat se ligo t'i jinet e dho. Qa me këtu në Greqi? Kam shit tokat, kagën, edhe ata të bëjnë pushim. Ata duan të bëjnë dhe në Shqipëri. Greqia e di mirë katastrofën ekologjik. Edhe neve nuk duan të mësojnë këtë gjë edhe në Shqipëri. Nuk duan të mësojnë këtë gjë edhe të bëjnë tokat tona, hotele edhe mos të kemi krejt të vemi të tokat tona. Dhe neve tot! Të lumë goja, bravo! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Ne këtu që kemi dalë sonde, jemi një organizat që shumica është brezi dytë. Edhe shqipe nuk e flasim mirë, nuk e dim korekt, për shumë gabime, po me këtu gjuhë dhe gjuhë greke, delim të kërkojmë drejtaj tona, keni problem? Jo atere, gjithë bashkë, mos e shikoni brezin dytë ashtu, mos pa poni mos të flasim gjuhë tere, tjetër, mos të flasim gjuhë greke, jemi lind me dy gjuhë, edhe në Greqi, edhe në Shqip, neve luftojmë për të drejtat gjitha, për të drejtat e migrantëve që të kemi ne letra dhe familje ton letra. Neve luftojmë që toka të ngjerët e jona, edhe në Greqi, edhe në Shqipëri, toka të jetë e populli. Bravo! Kujtë të bëjë një propozim. Toka është e jona edhe toka është e flamingot. Edhe dori e jona edhe flamingot. Flamingot! 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 Shqipëria është e jona. Borune na pane stinata, na borune na pane sto fazan, na borune na pane sto rjoll, na ka... O, Krishnikja për migur, rjerta kange ligjërime, oj Krishnikja. Me flamur. Bravo!
Sa të ketë një vit sa atje nuk e lërojmë ka komi. Hajde. Hajde ju ta Vëllezër e motra, desha me thonë dy fjalë për Edi Ramën. Kur erdhi Edi Rama para 2 viteve në Shqipëri, në Athinë, vajtem e respektuam, na premtovi gjërat më të shtrenjta për Shqipërinë. Masi vitit, pa mendua si gjë mund të filloj punimet në rjoll për herë parë. Po na nxive jetën. Ta dishmi Edi Rama, të erdhi puni. Ata që na the në Athinë nuk për e ma t'jale. Ta dishmi se të erdhi funi. Të erdhi funi Edi Rama. Qekin një gënjeshtarë. Një pa bes. Edi Rama je pa bes. Sali Berisha je pa bes. Jeni hajtuta të dy. Rama bur Berisha bur. Rama bur Berisha bur. Rama bur Berisha bur. Bashki Mula, ta dishe dhe gjani pejni nipit rjollit. Tokën e rjollit nuk ke për ta fitu, se toka ju përket vetëm rjollorve. Edhe vetëm rjollor ka për ta mësuat vend. Kjo është i të ru për me të super është në plasot toke. Στη σημερινή συγκέντρωση είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ανθρώπους από διαφορετικά μετερίσια να είναι μαζί στο ίδιο σημείο και να διαμαρτύρονται τα ίδια πράγματα γιατί ζούμε τα ίδια προβλήματα. Këtu sot kemi ashtu si thamë dhe shpa njerëz nga organizata të ndryshme, me qendrime të ndryshme që po mundohen me majt, me mbrojt atë që ka mbetur. Kemi shumë të lumtur që këtu kemi sot edhe njerëz nga protestuesit që reagojnë te shitja e pronave dhe rishkatrimi që po ndodh në Gavdo, një nga ishit e fundit të bukura të Kretës, që këtë moment është duke ushitur edhe ai që të bëhet copa për vila dhe hotele, edhe që mos kenë mundësi ne, njerëzit e thjesht, që të bëjmë pushimet ashtu si bëshim gjithë vite. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός να πηγαίνω σε ακτές της Αλβανίας και να κάνω μπάνιο παντού ελεύθερα. Σήμερα για να πάω μπάνιο σε οποιαδήποτε παραλία θα πληρώσω 20 με 30 ευρώ για το πάρκινγκ, θα πληρώσω 60 με 80 ευρώ για να έχω ένα σετ ξαπλώστρες, θα πληρώσω 5 ευρώ για ένα μπουκάλι νερό. Αυτό το πράγμα που οποιοδήποτε ήρθε, πήγε, καταπάτησε με άδειες, με παράνομους τρόπους, πήρε τη γη, την είπε δικιά του και μετά τη χαίρεται και παίρνει το χρήμα από όποιον προσπαθεί να ξεκουραστεί τις λίγες μέρες που μπορεί, εμείς δεν το θέλουμε. Greqi, ju shikoni që qa po ndodh në Shqipërinë tonë, edhe qa po ndodh dhe këtu në Greqi. Keni bërë gjitha të luftë, me bo një familje, një jetë e re, një jetë më të mirë, edhe shikoni vendin tuaj që po prishet prej njerëzve jashtë shtetit, që ju marrë toka tuaja, të prishin emrin e Shqipërisë, edhe të ngelin asi gjë në fund të ditës. Unë jam një nga ato kalamajt që janë lind këtu, por unë ndihem shqiptar, nuk e haroj vendin tim. Unë e dua Shqipërinë, asa e dua edhe Greqinë, se të dua të dy më kanë dhënë gjithçka. Po shteti nuk më jep mua asgjë, vetëm populli. Shqipëria e shqiptarve, vdekje e shqiptarve. Shqipëria e shqiptarve, vdekje e tradhtarve. Αυτό ισχύει για τους Έλληνες και τους Αλβανούς. Πλέον δεν πρέπει να είμαστε διχασμένοι αλλά ενωμένοι. Ζούμε ανάμεσά μας, Έλληνες και Αλβανοί. Δεν έχει σημασία από πού είμαστε γιατί έχουμε έναν κοινό εχθρό. Λίγο πιο μέσα. Përshëndetje gjithëve! Përshëndetje gjithëve! Jemi mbledhur këtu sot për të vazhduar dhe për t'ju përgjigjur thirrjes që kanë bërë bashkëtetarët tanë në Shqipëri. Në gjithë trojtë shqiptare në këtë moment organizohen protesta për vjedhjen e Vjosa Nartës, e tokave tona. Bravo! Gjithë
Tani, gjenerata e pare e emigranta apo gjenerata dytë nuk ka rëndësi, ju e dini shumë mirë se prindrit tuaj po dhe ju vetë keni emigruar. Rrethanat në Shqipëri që ka bërë keq qeverisja atyre monstrave, që po na e pinë gjakun si vampirat, janë ata që e kanë fajin. Dhe prandaj sot jemi mbledh këtu që t'i përgjigjemi bashkëqytetarët tonë, që ne jemi me ta. Ne i mbështesim ata. Dhe pse jemi që larg tekit, ne jemi duke i mbështetur. Në Shqipëri nuk ka as arsim, as spital, institucionet mjekësore, arsimore, gjitha janë të dështuara. Pse po bëhet ky investim në tokat tona? Një shqiptar i zakonshëm, ndoshta dhe ju e keni kaluar, nuk bëjmë dot letrat për tokat tona. Nuk kemi të drejtën mbi tokën tonë. Kurse ai, sionisti, amerikani, Trumpi, kushteri, vinë në tokën tonë dhe si pa pritur ju bëjnë tokat. Pse? Prandaj jemi larguar dhe ne nga vendi jonë, sepse rrethanat kanë qenë shumë të vështira. Por tashmë jemi mbledhur këtu që tregojmë që ne nuk e kemi harruar Shqipërinë. Faleminderit, po, pikërisht. Rama firmos letra, shet toka, kurse nënat shqiptare shihin lotët. Sepse fëmijët e tyre po largohen nga troje. Sot edhe më shumë, nesër edhe më shumë protestues. Shqipëria është e jona, është e shqiptarëve, as e fashistëve, as e zionistëve. Erdhëm sot këtu me gjithë organizatat që na kanë mbështetur. U mlodhëm sot këtu që t'i tregojmë Edi Ramës dhe Sali Berishës të shkojnë të zhduken dhe ta lënë ato vend të marrin frymë, sepse e kanë blokuar 35 vjet, kanë përzon njerëzit, fëmijët, kanë lënë pleq vetëm prindrit, na kanë vdekur prindrit dhe nuk kemi shkuar dot. Sepse i kanë marrë tokat, kanë marrë pasuritë e njerëzve, i kanë degdisur nëpër Evropë, nëpër Amerikë. Në vetëm lidhen të ndërtojnë Shqipërinë, sepse kemi vendin më të bukur në botë. Ata e kanë zaptuar dhe e shiten dhe e blinë si të duan ata. Janë kriminella, kanë prerë, popull si kanë dashur. Drejkohë e duki, sot që me legët e, dhe i shëndësin, dhe i shkollat, me legë gjë gjë. Popull i vdes për punë, dhe marrin rrugët e botës. Pensioni që ne vërë, dhe një punë marrë gjithë veta. Shkodra është këtu! Rioni është këtu! Saranda është këtu! Selenica është këtu! Saranda është këtu! Patriot shqiptar, nga gjithë Shqipëria, nga çdo fe dhe çdo triqia, siç e themi. Jemi banor të fshatit Zvërnec, që vajtëm dhe u përplasëm me forcat e rendit në Shqipëri. E pamë dhe sy tanë se si gangsterët me këmisha të zeza qëlluan njëri unë tonë, edhe vëllan tonë, e morën star në toka tona, e të rritin 200 metra. Duan me fuqinë e shtetit që kanë në dorë, për të na marrë toka tona, që nga Rioli deri në Saran. Nuk presin asnjërin, nuk duhet ta dinë se këtu ka
juris. Jemi bashkë me juris. Falenderojmë shumë nga zemra gjithë veneciotët. Ne jemi shumë i njohës gjithë Shqipërisë që mbrit për neve. Edhe mund të jenë shumë keq për disa shqiptarë që thonë që na organizuan dhe jemi agent grek. Nuk jemi agent grek, na organizuan nana tona. Zotë kryeministër. Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Zotë kryeministër, ju tha që keni hipur në karike me 830.000 vota, po gaboni se 830.000 vota jam këtu në fin. Gaboni shumë. 830.000 vota janë në fin dhe votat tona nuk u numëruan. Ju vini cilat pjesa gjithë politikanët, gjithë klasë politike, ju mujë për para votime dhe në nështroheni. Dhe 30 vjetë nuk keni menduar për migracionin shqiptar dhe për migrantët shqiptar që sot po zhvillohet dhe po krijohet brezi i tretë i migrantëve shqiptar në Greqi. Zoti kryeministër gaboni, larg duam nga tojet tona, larg duam nga drejtësia janë, larg duam nga Shqipëria dhe nga kombi shqiptar. Rosh kombi shqiptar! Anullo projekti! Anullo projekti! Anullo projekti! Shqipëria e shqiptarëve, stegja e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, stegja e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, stegja e tratarëve. Osa vite që shqiptar ohej! Ohej! Osa vite që shqiptar ohej! Ohej! Osa vite që shqiptar ohej! Rama pur Berisha pur! 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 Shqipëria është e shqiptarëve dhe jo e tratarëve! Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve! Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve! Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve! Dohem shumë që jeni gjithë të patriotët e mi. Kjo të regon që neve nuk e nga ka baru zëri kur, edhe pse kemi një jetë nuk urbet, edhe pse fëmijët tanë u rritën pa gjyshërit e vetë, dhe kjo nga qeveria, nga pushtetarët e shqiptarë, duke filluar që nga Enver Hoxha, Sali Berisha, Fatos Nano dhe tani Edi Rama, i ka vën nga pakun të gjithë çdo gjëje. Nuk është vetëm Zverneci, nuk është vetëm Zverneci, është gjithë vuajtja e gjithë neve emigrantëve që jemi shpëndar kudo në përbot dhe nuk shijojmë fëmijët tanë, pritrit tanë, asgjë nga vendlindja jotë. Të gjithë pjesëmarrëve, unë jam banor autokton i fshatit një vit Bupar që kemi luftuar për Kakomen që në vitin 1999. Ne jemi ndeshur me pushtuesit tanë, me Fatos Nanon, jemi ndeshur me Sali Berishën dhe tani po ndeshemi dhe me Edi Ramën. Sot që kemi dalë të protestojmë, jemi me Rjolli, jemi me Kakomen, jemi me Zvërnetin, jemi me Natën, Koka është e jona, Koka është e shtrejtë. Të gjithë duhet të jemi dhe të përfaqësohemi të gjithë. Koka është e jona! I Zvërnetit dhe i narkjotve, rëp ju të gjithë. Jergate Albaneas, Saladas, Serbias, Jergate së Balkaneon, i në dërë kjamas, të këmë ke palja, më ta sëllë në plosune, të pole mo, kena më shkorisune, dhe të më shkorisune pote, afto për më shkorisi, tire të kjerdi tush, tire të kefalën kapitalismos, e këmë të dinami në prostatefshume, ta kinoni kaga, ta brejkja na i kjofto kokosmos, ta ka një banjo ka më të kjena tombu, se mja paralia, kena mi vlinoni të panda, ja ola shta, pa leku me.